Tuk tame jam. Tuk tame jam. Kiri jam, qëre, ndërëm kiri jam, me lije, me libres, me krejtë. Me çfarë drejt e ko, këmë ma shkru dënimin. Po zhbukën e modhe, t'lutna, si shok, si jaran, si mëny njerëzore, largofi këtyrit, a e ka vazhdu me tonalitet shumë të orshper. Këm dosh me dolpi makine, me ju thonë me ma liru rrugën, orë polici ma ka mshel derën automatikisht. Nuk më kalon me lëviz në prunë tem private, nuk e të lëraj. Po më vjen rënë që vjen do policë gjenerotës të re, që s'kan as respekt, as autoritet, vjen të cënën prunën tonë. Endri Doberdolani pretendon se me 12 prill ka përjetuar një incident me disa zyrtarë policor. Edhe që ati venit ku të nëllë policia Kosovës, është veni jem personal. Tuka jam e personale mush dënim, në tukë jam e parësyje. Qëre ku tuka jam, ku veni jem, shpia jam personale. Sipas tij, ngjarja ka ndodhur në fshatin Korretice Epërmen në Drenas. A i thekson se pas incidentit ka vendosur të raportoj rastin në Inspektoriatin e Policisë së Kosovës duke kërkuar hetim për atë që ndodhi atë ditë. Në shtetit, jam të atim pagujës për që të kërë që e vazhiti. Doberdolani për Insajderin ka rrëfyer verzionin e tij lidhur me këtë ngjarje. Unë jam konë në shpe, kom morë makinën tam që shpeshit këtë, jam dollë. Që të jam konë 2 makinat e pozicionun me policisë. Edhe kom dosh me hi, me po dollën aty, o dollë polici, kanë qenë 6 policë. Rrashteri kryesor, kom dosh me dollë për makine, me ju thonë me ma liru rrugën, orë polici më ka mshel derën automatikisht. Edhe më ka thonë vazhda, si e lirë me dollën të këtonë, më pruna e jam privato kja. Kër jam këthy, masi kom shku në market, jam këthy, më ka nëllë që të më kam pozicionu, që të pjesën që të, edhe s'kam full sen, unë më konë të full me inspektoriat policur, ata dhe si më konë djeni kur gja heq, si më ka nëllë mi ka lyp dokumentat e kjerit. Edhe me një herna e kanë njës, as s'kam pyt sen heq, s'kan morë sen pytje, direkt e kanë shru denimin. Ju më dollë për makine, ku përshije që kja pjesa që të jëmë pozicionu, nuk më kalon me lëviz në prunë tem private. Këm dosh me shku të makina ja me orë që të, më ka thonë mës lëviz. I këm thonë, hajde pozicionev, nuk na pengan sen. Po 2 makina me ma ploku qosjen që ma kalon bob e babgjysh e 4 gjysh, nuk e të lëraj. Tjetra, fokusur shpin, pa pik problemi, nuk e kam atë problem. Qa është shpia jam ku jetoj? Mbromje nuk kam mundësi as me dollë me pi një kafe, as kur gjatë gjithë kuës, dukën atë. Këtë familorët e mi dukën, për që asaj pozite. Policia e kanë morë këto është të shprëncume. Kjo që është të shprëncume mund, po qasje mu, si qytetar, si banor, nuk mund me manol. Se i kom po shumë komente negative, nuk jam kundër policisë. Po qasje në rrugë tem, trull tem, tuk tem, nuk e të lere. Do më thënë kjo toka është të shprënsune, edhe policia si pasur është vazhdimisht po i vendosin patrullat këtu në rrugën? Jo, po 2 patrulla policisë, 2 makina policisë. Shifet në video, se kur jom gjitë nuk e kom po video, kur jom këthy e kom po video, patrulla tjetër e policisë ka vazhdu në atë pjesën anajtë. Kur je këthy për marketit janë konë njëna anë, njëna kënej? Okej. Po thu që halli ma të madhe keni që pju, cenohet privatësia, me qenë se the... Privatësia, edhe qosja në rrugë s'pëna vlehujët. Që kja është e tora, as nuk e kam problemin të denime, as kur gja. Po më vjen rënë që vjen do policë gjenerotës të re, që s'kan as respekt, as autoritet, vjen të cënën prunën tonë. Që kja është problemi veçtartë, se nuk jena kundër kërkojna. Po thu që masi që e këthy për herë dytë, ata ta kanë vendos një gjopë ty, për gjamadzia, po? Se edhe du me tek që to, unë e kër e kom ble makinën, e kom ble para si ka një muj. Edhe para një ove gjysh 2 e kom qitë në emën tem. Unë nuk e kom qyra as në lipresa, as ako makina gjamadzia, as kur gja. E kam morë dokumentat, sa s'po të fikëroj, kam thash të di sen. Sa e shkruj etiketën shkruja. Ja nisim me banalitet, me tonalitet
të lorë, se ishin një 5 persona të zyrtor të moshës halo ma të re, unë jam 30 vjeçor. Ata ishin rreth 25-26 vjeçor. Kur i kom thonë rreshterit, kur jom kthyer marketit, jom kon të vol me inspektorat policor, i kom thonë, po zhbukën e molla, të lutna, si shok, si jaran, si mënyrë njerëzore, largo pi këtyrit, ai ka vazhdu me tonalitet shumë të ashpër. Edhe e kom marrë telefonin, ai se ka di që jam të i fol me inspektorat, më ka thonë inspektorat të policor, mos vazhdo të botë me ata, rosin ka më hop, ka më vazhdu hetimet. Dhe më thonë, atit nuk është që ka ndodhur diçka tjetër përveç asaj që kemi po në video? Jo. Ja, ju kanë gjobit edhe ju e keni vazhdu rrugën e vetë, ata punën e tyne. E sot kanë kalu 2 ditë prej ditës kur pëllu që ka ndodhur ngjarja, mirë po s'po i shohin. Këtu nuk dolim mo, dolin atë pjesën lartë. Nuk neve s'na pengon anek për gjë. Qiton pengon qasja jame. Tashti, kja po shihet, unë jam 30 vjeçor thash. Nashte nuk shkull kam ball. Po qatë rast që e kam bo, aja dihet që shteti vish se e ki uniformën, pe kesh përdor. Një person që bëmvakia o shku vish hajt në polici, e vjen të dënën këtë që shqitet një 20 vjeçor në tukë tonë është sa në eron.